Dhe në këtë pjesë të fundit të programit kemi 6 mysafirë të veçantë, 5 të rinj të talentuar që me dijen për kushtimin dhe punën e tyre ka ngritur lart emrin e vendit tonë në qytetin e Romës të Italisë. Ata morën pjesë në grand final të STEM Olimpiad dhe Coding Olimpiad 2026 të mbajtur në Romë, ku konkuruan me nxënës nga shumë vende të botës dhe u kthyen të gjithë me medalje të arta. Bashkë me ta, edhe profesori, mentori i tyre Besmal Mehmeti, me cilin do flasim sot në studio për këtë sukses të fëmijëve, gjithashtu edhe me të nxënësit që i kam sot në studio dhe që më kanë zbukuruar studio në këtë mëngjes. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Erdhët nga Roma, si kaluat? Kaluat mirë, ishte vendi shumë i bukur. Do flasim gjëre gjatë, unë t'i prezentoj fillimisht, do filloj edhe me profesorin, mentorin e këtij projekti, Besmal Mehmeti. Përshëndetje profesor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, kënaqësi për të marrë pjesë dhe për të ndarë bashkërisht me ju, edhe me shiqjuesit, suksesin e arritur nga këta nxënës në Olimpiadën Internacionale të Kodimit edhe të STEM-it, e cila u mbajt në Romë. Është shumë kënaqësi edhe për ne dhe besoj edhe për shikuesit që ta dëgjojnë në VM këtë bisedë. Afër meje është Seid Mehmeti. Përshëndetje edhe për ty, Seid. Mund ta marrësh mikrofonin dhe secili të prezantohet në këtë rast. Përshëndetje dhe faleminderit që je bashkë me ne. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Mysafiri i dytë është Muhamet Bilali. Përshëndetje Muhamet edhe për ty. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty, do bashkëbisedojmë bashkë në vazhdim. E kemi edhe Diari Drizin, përshëndetje Diari edhe për ty. Faleminderit që erdhe Zemar. Reis Sulejmani, përshëndetje edhe për ty. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që na erdhe edhe ti. Edhe Drini Meri, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe shpresoj që të kaloni mirë. Patjetër që po. Është kënaqësi që t'ju kemi për këtë sukses të radhës tuaje. Ne urojmë që shumë fëmijë pastaj të jenë pjesë e këtyre projekteve gjigante, meqense është garë botërore dhe sigurisht që është një nder edhe një privilegj edhe për neve pastaj që t'ju kemi në studio dhe të shpalosim këtë sukses bashkë. Besmal, si nisi kjo iniciativë, kjo garë, si u bë që këta fëmijë të janë pjesëmarrës në këtë olimpiadë? Po olimpiada... Dhe na shpalos pak a shumë edhe këtë olimpiadë, se çfarë përfaqëson? Në fakt, STEM Labi është një qendër e cila merret me përgatitje, domethënë, të nxënësve në disiplinat e STEM-it, apo Science, Technology, Engineering and Math, vendos së cilës është edhe kodimi, dhe ka vite të tëra që merr me përgatitjen e nxënësve për të marrë pjesë në gara të këtilla, të cilat paraprakisht mbahen online, dhe pastaj domethënë në mënyrë pjesëmarrje fizike në vendet në cilat janë organizuar edhe në vendet paraprakisht vitet e kaluara, janë organizuar në Barcelonë, në Haag, në Paris, apo dhe si vjet edhe në Romë. Dhe ne është era e parë që në mënyrë me pjesëmarrje fizike jemi si vjet, normalisht duke marrë parasysh edhe koste e harxhime të tilla, si vjet arritëm domethënë që të kemi mundësi edhe të marrim pjesë edhe fizikisht. Përndryshe, trenimet kanë vazhduar gjatë tërë këtij viti shkollor me nxënës të ndryshëm dhe janë zgjedhur më të suksesshmit, të cilat kanë arritur edhe sukses më të lartë në garat online, të cilat janë mbajtur në kodim, edhe në këtë mënyrë domethënë është bërë edhe kemi vendosur për të marrë pjesë në këto gara. Qartë. Ka pas kriteret të caktuara për fëmijët ose mosha ose diçka tjetër që t'jepë? Në fakt garat po, pjesëmarrja në gara është e ndarë në bazë të moshave ose më mirë me thënë në bazë të klasave, pra është një kategori e pjesëmarrjes, klasa e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 është një kategori, edhe 9, 10, 11 është e kategoria tjetër në të cilat domethënë duhet në mënyrë përkatëse sipas klasave të marrin pjesë edhe nxënësit në këto gara. E qartë. Le të fillojmë pak edhe me nxënësit për të pyetur për këtë eksperiencë. Drin, si kaloi kjo eksperiencë për ty? Si ishte? Si mund na përshkruash? Ishte një eksperiencë e re. Për herë të parë ke marrë pjesë, kuptohet? Për herë të parë kam marrë pjesë të një garë, domethënë një shteti ndërkombëtare. Mikrofonin. Tjetër. Sa ishte bashkëpunuese kjo garë pastaj, si qëndroi bashkëpunimi edhe me shokët e tu nga Maqedonia, gjithashtu edhe me ata të tjerë, njoftove shokë të ri atje? Po, kemi njoftuar do veta prej vendeve tjera, prej shteteve ndryshme, prej vendeve në Azi, në Afrikë, kështu njoftuam do i bënëm do miq.
Gara është zhvilluar në gjuhën angleze, besoj. Po. Ishte vështirë për juve që gjithë shka të funksionoj anglisht? Nuk Ose ishte jo? shumë e vështirë se pak a shumë jam mësuar në gjuhën angleze. Okej. Vazhdojmë tani edhe me Reisin. Dua ta marrë edhe mendimin e Reisit për këtë eksperiencë. Si ka qenë zemër për ty kjo eksperiencë? Shumë e bukur, kur e mora medaljen e artë, unë ndjeva shumë mirë, i knaqet. E presje që do marrësh medalje? Po, Edhe u lufturove shumë në atë moment? I tregove me njerë prindërve? po, U gëzuan shumë? shumë. Bravo. Vazhdojmë edhe me Diarin. Diar edhe për ty përshëndetje dhe si ka qenë për ty kjo eksperiencë zemër? U kënaqe shumë atje? Po, shumë. Dhe i gëzove shumë prindrit me këtë medalje ti? Po, Do e mbash mend kohë gjatë këtë eksperiencë? po. Të lumtë. Vazhdojmë edhe me Muhametin. Muhamet, dy Përshëndetje. fjalë dhe ti, na thuash për këtë eksperiencë? Po, përveç se garës, Roma ishte një vend shumë i bukur ta shohim, zbulojmë gjëra të reja, edhe mendoj se gara kur kodojshim ishte edhe si relaksim. Përveç se ka qenë shumë e përgjithësi, e keni ndjerë edhe si relaksuese në këtë rast. Mendoni që do merrni pjesë edhe vitet të tjera? Po. Ju ka dhënë më shumë motiv shtesë? Po. Për të garuar dhe për t'ju bërë më të fort pastaj në këtë fushë? Po. Okej. E kemi edhe Seidin. Seid, si do na përshkruash ti këtë eksperiencë? Ishte një ndjenjë shumë e fortë, do me thonë shumë mirë. Është hera parë që ke marrë pjesë, po kur ka qenë edhe online ky kurs, ke qenë ndonjëherë Po, pjesëmarrës? kam qenë, par vjet kam qenë, mora medaljen silver par vjet, dërsa si vjet kam marrë medaljen gold vendin e parë në programi. Vendin e parë në programim të lumë. Si e mirë pritën familjarët dhe prindërit pastaj këtë sukses të ndin? Me shumë krenarej, shumë fa. Shumë të krenar. Do vazhdosh edhe më tej në këtë fushë të kontribuosh? Mendoj se po. Sepse na duhen të rinj që të na zbardhin fytyrën edhe jashtë vendit tonë, kuptohet. Do vazhdoj tani pak edhe me profesorin, si kanë qenë përgatitjet, sa ka qenë e vështirë që këta fëmijë të jenë më se të përgatitur për të qenë pjesë e kësaj gare. Pra, flitet në garën në të cilën kemi qenë të fokusuar, ka të bëjë me programimin, apo? Kemi qenë të fokusuar që t'i përveçojmë njëherë njohuritë dhe dituritë rreth gjuhës programore Python, dhe të gjitha sfidat që kanë qenë në atë platformë ku këta kanë marrë pjesë në gara, kanë qenë, do me thonë, algoritmat të cilët duhet të zgjedhen me këtë gjuhë programore. Normalisht, do me thonë, njëherë ka qenë përgatitje më e rrallë, ndërsa muajt e fundit ka qenë përgatitje çdo ditore vazhdueshme, do me thonë, me një tempo pak më të rëndë, duke marrë parasysh edhe gjendjen psikologjike të nxënësve, për shkak se kemi Reisin edhe Diarin klasa e 4 në fakt, që janë më të vegjël, edhe këta që janë më të mëdhenj, duke bërë një farë lloj balanci të gjendjes sa mund ata të mbartin përgjithësi apo orë pune në lidhje me përgatitjen për garat. Mirë po, kanë qenë shumë të përkushtuar, kanë qenë shumë të disiplinuar faktikisht, se jo rastësisht vjen edhe ky sukses, do me thonë, ky rezultat. Apo nga puna tepër e madhe e tyre, puna ekipore, përmbajtja dhe përkraja e njëri tjetrit, janë të gjitha disa elemente të cilët e formsojnë suksesin e këtij me 5 medalje të arta për të kthyer. Dua të di se ju si profesor dhe si drejtuesi i kësaj qendre, kur e kuptuat potencialin e këtyre fëmijëve që po këto mund të jenë pjesë e kësaj gare? Ka pas ndonjë rast kështu konkret ose? Po normalisht se raste ka të vazhdueshme, një janë filtrat apo programet module të cilat janë në qendrën tonë, që flasin për zgjuarsinë dhe talentin e tyre. Për shembull, kemi rastin edhe Muhamedi, Seidi apo Diari edhe Reisi marrin pjesë në programin Brain o Brain. Edhe të gjithë janë kampion në Brain o Brain, vendin e parë në botë kanë, do me thonë, në aritmetik mentale, i cili është programi i cili zhvillohet në qendrën tonë. Nga ana tjetër e kemi Drinin, i cili merr pjesë në garat në matematik, edhe ka vazhdimisht vende të para, do me thonë, në garat komunale dhe garat shtetërore. Që jo rastësisht. Jo rastësisht janë, do me thonë, të po. gjitha këto sukseset e këto talenti është diçka që Zoti u ka dhënë këtyre, ndërsa ne nga ana tjetër duhet të kontribuojmë dhe të punojmë të formojmë kushtet në bashkëpunim me gjithë, me komunitetin, me institucionet, me shkollat, mësuesit e tjerë që kanë dhënë kontribut në profilizimin e këtyre fëmijëve, kështu me radhë edhe familja, me mbështetjen e tyre dhe besimin e tyre ndaj tyre. Patjetër që po. Cilat shtete tjera pjesëmarrëse ishin? Shtete ka patur 54 shtete pjesëmarrë, 54, dikundi mbi 1100 nxënës pjesëmarrës,
për shkak se ka patur edhe disiplinat e tjera në këtë olimpiad, pra pasi flitet për STEM olimpiad edhe Coding olimpiad, këto kanë qenë bashkërisht me një emër në vitet e kaluara, mirë po tani i kanë ndarë, edhe në STEM olimpiad bie matematika edhe shkenca, ndërsa te Coding olimpiad bin edhe kodimi, pastaj ka AI apo prompt engineering gara aty, ka një platformë tjetër në cilën marrin pjesëmarrje fëmijët, nxënësit nga të gjithë anët e botës, nga të gjitha shtetet. Ne ishim domethënë të fokusuar me punën tonë që të arrijmë një sukses në kodim fillimisht. Është hera e parë për të parë se si është atmosfera atje, si janë mënyra domethënë për pjesëmarrje, ambienti, si janë garat, që kështu që përgatitjet në të ardhmen, domethënë të fokusohen për pjesëmarrjen në disiplinat e tjera, edhe pse ne hynëm domethënë në matematikë vetëm shohim si do të jenë ato detyra, ato pyetje, edhe aty dolem me bronz, Drini mor bronz medalje në matematikë, ndërsa të tjerët patën honorable apo medalje të nderit, kështu që edhe atje përfituam nga pjesëmarrja. Domethënë janë 2 ditë të cilat janë të organizuara me një tempo pak më të madhe, edhe fëmijët vazhdimisht apo kalojnë nga një garë në garën tjetër, është tepër interesant, tepër motivuese. Dhe interaktive në këtë rast. Interaktive, dhe normalisht pastaj është ai aspekti i relaksimit të tyre me vizita të monumenteve të ndryshme në Rom, siç dihet Roma i ka. Më intereson edhe se si na kanë mirëpritur neve si shtetas të Maqedonisë në këtë garë. Po, në kam mirëpritur mirë, do të kisha thonë, organizatorët, apo, edhe për shkak se ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ta gjatë këtyre 4-5 vjetëve, edhe jemi edhe si përfaqësues faktikisht të këtyre garave të mëparshme, ku kemi kontribuar në ngritjen e vetdijes për të marrë pjesë edhe shkollat, edhe nxënësit e tjerë nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Pra edhe vazhdimisht e kemi paraqitur domethënë në platformat tona mediale, në Facebook, në Instagram, domethënë se flitet për gara, bëhen përgatitje domethënë që të mund të ngritet vetdia tek të gjithë për të marrë pjesë domethënë në këto lloje të garave. Besoj që edhe bashkëpunimin e prindërve e keni gjetë mjaftueshëm, sepse për të pas një sukses të tillë, sigurisht që duhet të funksionojë trekëndëshi i artë, si e quajmë. Po, kjo veç se edhe përmendet vazhdimisht ky lloj trekëndshit, mbështetja dhe besimi i tyre ka qenë tepër i madh, përkraja e tyre e madhe, edhe kemi qenë në koordinim të vazhdueshëm. Pra ushtrime edhe tek ne, edhe tek në shtëpi kur kanë ushtruar, ka qenë përkraja e tyre, kemi biseduar ku janë mangësitë, ku duhet punohet më tepër, pra ka qenë kjo element, edhe normalisht përkraja e tyre. Prandaj kjo është edhe rezultati. Rezultati, po, domethënë mbështetje dhe besimi i prindërve tepër i madh për fëmijët edhe për ne. Dua të ndalem te Drini. Ta pyes se cila ka qenë pjesa më e vështirë e garës, Drin, cilën e konsideron? Gjatë testit, a kështu Gjatë testit. Po mund është edhe në përgjithësi. Pjesa më e rëndë ka qenë aty shpejtësia, se përveç zgjidhjes së algoritmeve në mënyrë efikase dhe sa më shkurt sa më pak rresht ako, duhet edhe sa më shpejt i shkruash ato, sa më shpejt apo zgjidhjen e detyrave. Provimi tërësisht zgjati 90 minuta, ndërsa unë e kryeva provimin për 24 minuta. Wow, rekord. Të lumt. Po çfarë mban mend më shumë nga testimi atë ditë? Përveç shpejtësisë. Kishte ndonjë koment nga dikush aty ose? Nuk kishte ndonjë tjetër, jo. Me thëmë për ty, me rëndësi ka qenë dhe ajo që mbahet mend më shumë shpejtësia. Po, detyrat ishin pak vetë edhe të rënda, por ato në fund munda edhe ato. I ke zgjidhur shpejt. Po. Okej, sa eksperiencë e bukur në këtë moshë kaq të re që të përballen me gara të tilla, vërtet është shumë sfiduese për moshën e këtyre. Reis, çfarë mban mend ti nga kjo garë? Çka të pëlqeu më shumë? Më shumë pëlqeu kur i bëra detyrat, se kam pat një muj kohë për të bërë. Ti përsëritesh ato, a? Se nuk kam patur shumë kohë për të përgatitur, por një me përgatitur dolla vendi i parë, me gold medalë. Bravo. Reisi ka patur më pak kohë për përgatitje, është kyçur më vonë.
me vonesë. Po, me vonesë edhe për një muaj e gjysmë ka arritur përvecimin e krejt materialit edhe suksesin e arritur. Bravo. I kishe të përafërta detyrat nga ato që i ke ushtru, kanë qenë të njëjta? Po vetëm ftazat ndryshe pak. Oh, zemra, sa kohë të është dashur kështu që ta kompletosh testin? E bërë shpejt? Po, e bëra. Për sa minuta? Nuk e bëra, për atë kish 30 dhe tjera, unë i bëra 27. 27 i ke bërë nga 30 dhe të gjitha kanë qenë të sakta, besoj, të lumt. Diar, ti, çka të pëlqeu më shumë nga gara? Mu pëlqeu më shumë çmimet. Çmimet, fitoria në fund, rezultati. Bravo, të lumt. Edhe Muhameti dua të di se çfarë mban mend nga kjo garë, çka të pëlqeu më shumë, cilat ishin ato sfidat që i konsideron gjatë testimit? Po, mendoj se ne pritëm garat na dale shumë më e rëndë, detyrat shumë më të rënda. Dhe? Po, na dole shumë të lehta, i bënëm shumë shpejt. E po je pregadit, prandaj. Algoritmin e kishin ndryshu, do me thonë, pathsat si të lëvizim, po për ndryshe ishin gati shumë të lehta. Të janë dukur të lehta nga që je pregadit, besoj, prandaj. Edhe Edseidi, një mendim për garën, çfarë të pëlqeu më shumë? Si të duk ti? Pëlqen detyrat që ishin dhënë në gara, sepse ishin shumë të lehta. Të lehta. Edhe ti i konsideron të lehta, si duket ka punuar shumë mentori me juve. Le të flasim pak për atmosferën atje. Sa kishte bashkëpunim edhe mes nxënësve të shteteve të tjera? Sepse keni qëndruar për 6-7 ditë të tëra. Po, në fakt, do me thonë, aty ndodhin ato takimet për gjuhë të ndryshme, andej këndej, nuk është ndonjë fokusim tepër i madh për të bashkëpunuar. Do të se cili me grupin e vet vet me ka grupin e funksionuar. vet, më tepër të fokusuar në pjesën e garave, edhe në shëtitjet pastaj të cilat bëhen. Por besoj që gjithsesi keni krijuar miqësi të reja në këtë takimet e reja, po. Ato rrjedhimisht, do me thonë, se rezultati pjesëmarrës atje ndodhin në mënyrë instiktive, faktikisht je në një ambient të tillë dhe patjetër relacione të tilla të ekzistojnë. Sigurisht që po. Ju si shkollë apo si qendër do e quaja, çfarë sakrificash keni bërë vazhdimisht që të arrini në gara të tilla? Çfarë keni punuar më tepër që shihet në fakt ky sukses pastaj në këto pjesëmarrje të garave? Sepse jo çdo shkollë ka gara, pjesëmarrje në gara të tilla. Duhet të lidhim me thënien romake, per aspera ad astra, përmes vështërsive të kyjet. Faktikisht vështërsitë, sakrifica, përkushtime ekzistojnë, mirë po yjet janë suksesit të cilën e kanë arritur. Pra kjo është formulimit që do të kisha cekur këtu. Edhe normalisht përgatitjet kanë qenë edhe takti i punës apo modalitetet të cilët i kemi përdorur atje, fokusi i detyrave ka qenë i tillë që kemi qenë të përkushtuar që të arrijmë atë lloj të suksesit edhe të faktikisht të ngrejmë motivin edhe tek ne, mirë po edhe tek nxënësit, motivin edhe besimin se ato mund t'i qasen në mënyrë, do me thonë, shumë të denjë kësaj gare. Pra, paraprakisht ato të ndjen veten të përgatitur, apo edhe pastaj të marrin pjesë me besim të tillë dhe me motiv të tillë në këto gara të garat me prestigjioze, do me thonë, ndërkombëtare. Adrian, çfarë pëlqen më shumë te programimi dhe te teknologjia në përgjithësi? Merre mikrofonin, zemër. Kryesisht vjen më shumë interesant zgjidhja e problemeve, domethënë koha që ti e shpenzosh për të menduar si mund ta zgjidhni këtë problem në mënyra ndryshme, si mund ta zgjidhni në mënyrë sa më efikase. Ajo mua më duket shumë interesante. Okej. Vazhdojmë edhe me nxënësit e tjerë. Çka të pëlqen më shumë te programimi ty? Kodet, si bëjna. Si zgjidhni, ja? Po që i zgjedhin problemet dhe ka disa detyra që nuk janë mirë, ne do t'i zgjedhim problemet. Ty, zemër? Edhe mu më pëlqen kodet, që i bëjmë detyrat. Edhe që i zgjedhni bashkarisht pastaj edhe me profesorin, edhe me mentorin e juve. Muhameti? Çfarë pëlqen përgjithsisht te programimi dhe teknologjia? Jo vetëm në këtë garë, por nga që jeni në këtë shkollë, në këtë qendër dhe punoni vazhdimisht. Mua më pëlqen më shumë ti se ma relakson trurin, kur i bëj detyra, do me thonë. Fokusohesh 100% aty, ja? Do me thonë, i bëjmë debugging,
dhe e gjejmë prej gabim, e bëjmë saktë edhe më relaksojmë. Okej, edhe Seidi? Mua më pëlqejnë detyrat e rënda të cilët të lodhin trurin, do me thënë, ditë t'i zgjedhish detyrat e rënda. E ke pas prej me i vogël këtë dëshirë dhe pasion për teknologjinë? Po, vazhdimisht. Sa vjet i ke tani? 14 vjet. 14, okej. Je më i madhe nga të tjerët këtu që i kemi, apo? Po, moshatar me drinë. Moshatar me drinin bashk. Sigurisht që nga i vogël ka lindur kjo dëshirë për teknologjinë dhe ja fal shkollës që tani më jeni pjesë e STEM shkollës, sigurisht që e shpalosni edhe pasionin dhe përkushtimin tuaj që e keni në teknologji. Si po funksionon aktualisht shkolla? Është në funksion tani gjatë verës? Gjatë verës, faktikisht ne kemi qenë të fokusuar më tepër në Me përgatitjen e garën, garave. Kam vazhduar kurset, do me thonë, edhe ato vazhdojnë disa grupe, disa kam përfunduar, të tjera, do me thonë, ende janë duke vazhduar, dhe në përgatitje e sipër për të bërë aktivitete ku do të ishim pak më atraktive gjatë verës për fëmijët. Sa herë në javë zakonisht janë përgatitjet dhe sa herë në javë të vinë fëmijët? Fëmijët në kurset tona, të cilat janë të bazuara në Lego Education fillimisht, edhe është, do me thonë, aty STEM-i, shkenca, mësohet përmes projekteve në Lego Education, robotika gjithashtu, e cila është pjesë e saj, si thash edhe Breno Breni, gjuhët programore që mësohen, janë disiplina pak që kanë ngarkesë nxënësit, i kanë edhe është viti shkollor kur ato janë të angazhuar edhe në shkollë, pra ne preferojmë që ata një herë në javë të jenë të angazhuar në disiplinat tona. Të ishte qenë pak më tepër, do të ishte ngarkesë më e madhe, për shkak se folet për projekte të cilat ju japin ngarkesë. Dhe janë më të rënda. Mundohemi përmes lojës gamification të arrim, do me thonë, të bartim diturit shkencore, sepse e tillë është edhe programi tek ne, apo? Mirë po përsëri aty duhet angazhim, duhet përkushtim pak më i madh, edhe kështu që është e preferueshme që një në javë të mbahen këto lloje të kurseve. Profesor, sa kohë është bërë që është në funksion kjo shkollë? Po gati faktikisht nga 2018-a. Nga 2018-a. Po, nga 2018-a ne funksionim, do me thënë, me kurset e këtilla dhe aktivitetet të vazhdueshme. Edhe nga i momenti kur është hapur e deri më sot, nëse e bëjmë një krahasje, më është rritur numri ose është relativisht i njëjtë? Ka rritje të numrit, ka vetëdijsim, do me thënë, në përgjithësi, kështu që tash krejt mvaret për nesh sa do të formojmë kushte për t'i pranuar dhe për të qëndruar në dispozicion që të mund të ndjenë mirë dhe t'i marrin ato lloj të diturive në qendrën tonë. Ka staf të mjaftueshëm për t'i përmbushur të gjitha nevojat e nxënësve që janë aty? Po mendoj se po. Faktikisht vazhdimisht mundohemi që të formojmë staf të përgatitur për llojet e kurseve të cilat jepen, sepse janë kurikul jashtë shkollore, nuk është ndonjë kurikul e cila është infiltruar në programet shkollore tonat. Kështu që kemi disa mënyra, do me thonë, fillimisht të përgatitjeve të stafit edhe pastaj të mënyrës se si ato do t'i qasen, do me thonë, mbajtjes së orëve për kurseve me fëmijët. Po, vërtet shkollat të tilla janë një mundësi e mirë për gjithë ata fëmijë që nga mosha e hershme duan shumë shkencën, teknologjinë, informatikën, sepse viteve të fundit e themi hapur që këto lëmi janë më të kapshme edhe tek të rinjët dhe sikur më shumë po preferohen. Është apo vërtet. jo. Edhe sa më në moshë më të vogël, sigurisht që sukseset edhe kur të rriten pastaj janë më të lehta për t'i arritur. Kjo është shumë e vërtet edhe ne jemi të fokusuar që të punojmë në mënyrë të tillë që të rrisim produktivitetin tek fëmijët. Që më pas të vazhdojnë në ata të vazhdojnë, pastaj ka edhe qendra të tjera, shkollat të tjera, mënyra të tjera, mirë po ne jemi të fokusuar pikërisht në zhvillimin e kapaciteteve, domethënë të trurit tek ta me programet të cilat i kemi, kështu që për ne është tepër e rëndësishme mosha e hershme apo të jetë ajo e cila nxënësit, domethënë, të nisin të fillojnë këto lloje të programeve. Qartë, pas kësaj gare, çfarë do kemi nga shkolla juaj? Ndonjë pjesëmarrje tjetër ose njerë do ketë pauzë gjatë verës? Po mendoj se domethënë ne përsëri do të angazhohemi për të mësuar, pasi këto lloj të garave kanë edhe atë aspektin e vet online, apo ku marrin pjesë nxënësit. 29 gusht ka një garë online ku janë të interesuar për të marrë pjesë përsëri, pra nuk dorëzohen, janë të përkushtuar, duan të marrin përsëri të sfidojnë vetveten se çka mund të bëjnë në atë lloj të garës.
edhe gjatë vitit tjetër, përsëri do të ketë prej pjesës prekateltori fillon nëntor dikund, apo regjistrimi për garat online, edhe ato fizikisht, edhe normalisht që kemi programet e tjera ku merret vazhdimisht pjesë në gara, edhe atje online dhe në mënyrë fizike, pra siç është Breno-Breni, apo aritmetika mentale, matematika atje, edhe pjesëmarrja si vjet do të kemi një farë ndryshimi, ndoshta do të fokusohemi pak më tepër të ngrisim edhe vetdijen për pjesëmarrjen në garat të robotikës, pasi kemi qenë vazhdimisht të përgatitur, mirë po tani duhet t'i qasemi pak më seriozisht aspektit që ata të cilët duan të prekin edhe punën e physical programming apo të robotikës, ato të kenë mundësinë e qasjes në këto lloj të garave. Pra, jo se duam të bëjmë ndonjë ngarkesë, mirë po shohim se është motivim tek fëmijët, ata më seriozisht i qasen edhe mësimit, më të disiplinuar bëhen, përfitimet janë më të mëdhaja, relacionet apo lidhjet me të tjerët që bëhen me qendra të tjera, me fëmijë të tjerë janë një mundësi tepër e mirë për këta fëmijë, edhe e mban edhe taktin edhe dinamikën e punës së tyre. Qartë. Robotikën, përveç se kemi në qendra private, kemi edhe në disa shkolla private prezente, por që në shkollat publike mungon. Mendoni që do ishte mëse e nevojshme që kjo të praktikohet edhe si lëndë pastaj në shkollat publike? Po, mendoj se po, faktikisht fillimisht tek ne flas apo edhe pse duan kushte. Unë jap mësim edhe në shkollën e mesme mosha Pijade, në Tetov, në drejtimin e kompjuterikës dhe automatikës, kemi edhe drejtimet e tjera inxhinierike, normalisht të cilat ekzistojnë maqineria kështu me radhë, dhe aty e kemi në kurikul lëndën e robotikës faktikisht. Edhe në automatik përdoret udhëheqje procesorike, ka lëndë të cilat mësojnë nxënësit, programimi po ashtu mësohet. Mi po çka, do me thonë atje ekzistojnë, edhe mundësit ekzistojnë, edhe kushtet laboratorike të gjitha, mirë po vetdia tek ne si duket, tek prindërit në përgjithësi. Një fëmijë sot don të merret me programim, don të merret me shkencë, apo? Edhe kur e pyet se çka don, ku don të merresh me gjitha këto probleme që ekzistojnë, ata i qasen shkollave të tjera siç është gjimnazi. Apo? Te ne ende nuk ekziston që vetdia tek familjet edhe tek prindërit apo tek shoqëria që të stimulohen të gjithë këto të marrin pjesë në drejtimet inxhinierike, që rrugtimi i tyre apo profilizimi të jetë nga mosha sa më e hershme. Mosha sa më e hershme. Së paku do me thonë të kenë të përfunduar apo të kenë profilin e tyre të përfunduar një drejtim profesional, edhe pastaj mundësit për të marrë pjesë në profesionet e tjera janë të mundshme. Mirë po, një kurikul e këtille pasur, edhe këtu në Shkup është po ashtu, do me thonë ka qendre të cilat janë profesionale, ku mund marrin pjesë, do me thonë, që në moshat pak më të reja. Kështu që sukseset, mendoj se në atë mënyrë si shoqëri, benefitet që do t'i kemi ne si shoqëri, nuk do të mungonin. Mirë që ju kemi edhe juve si shkolla private dhe si qendra private që funksiononi dhe që rrisni pastaj edhe kapacitetin e inteligjencës tek fëmijët që nga mosha shumë e hershme. Për fund dua një mesazh nga gjithë fëmijët, për gjithë bashkëmoshatarët e tyre, për gjithë shokët dhe shoqet të cilat nuk kanë pas mundësi ndoshta që të jenë ndonjëherë pjesë e garave të tilla, cili do të ishte mesazhi drin që do ju drejtoje bashkëmoshatarëve të tu. Se me përkushtim dhe me vetbesim gjithçka mund të arrihet. Unë e rekomandoj shumë që të merrni pjesë gara të tilla, jo vetëm ndërkombëtare, por edhe ndërshtetërore, ndërkomunale, se në fundit edhe nëse nuk arrish rezultati, prapë mësojsh diçka, prapë ke përfitim prej asaj. Edhe vetë pjesëmarrja tregon diçka, se jo çdo kush ka marrë pjesë në ato gara. Edhe ajo tregon diçka për karakterin tonë. Sa një mesazh i fuqishëm. Vazhdojmë edhe me Reisin. Çfarë do t'i thua shokëve dhe shoqeve që nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në gara të tilla? Do të thuesha që të lexojnë libra dhe që të marrin pjesë në gara dhe që të merren me sport. Se ti merresh edhe me sport, a? Po. Bravo. Me cilin sport? Me basketball. Basketball ushtron, bravo, të lumë. Gjithashtu edhe je në qendër aktiv, edhe në sport, edhe në shkollë, të lumt. Të lumt, Zemar. Vazhdojmë edhe me Diarin. Diar, ti çfarë do të thuash? Mesazhi im të kishe qenë të Të mësojnë. Të mësojnë, Zemar, të mësojnë dhe të jenë pjesë e këtyre garave, apo? Po. Të jenë të aftë. Po. Vazhdojmë edhe Muhametin. Mesazhi im është që të kem vetbesim në vetvete, jo për një dështim të vogël të nënvlerësojmë vetveten dhe
mos Dhe të dorëzohen Po do pastaj. me thonë, e ardhmja jote varet nga ti. Sa ushtrësh, nëse ushtrësh shumë, do me thonë e ardhmja dhe jetë e mirë. A nëse nuk e ushtrësh, s'do jetë, do me thonë varet nga ti. Të lumt. Edhe Seidi, për fund. Mesazhi im për të rinjt është çdo herë të kenë vetbesim në vetvete, asnjëherë mos të ngecin në problemet e jetës dhe çdo herë të punojmë dhe t'i kalojmë sfidat e jetës, domethënë të rënë të çajmë. Brava, brava. Për fund, profesor, edhe nga ju dua një mesazh për gjithë ata fëmijë që nuk ka pas mundësi ndoshta të jenë pjesë e qendrave të tilla, që të kenë një mundësi pastaj për të marrë pjesë edhe në gara të tilla botërore. Po do kisha thënë se ne si qendër, synimi jonë është zbulimi i talenteve të këtilla, ndërka që këtu duhet të kemi një raport të ndërsjellët apo përkrahje të përbashkët, komuniteti, shteti, shkollat, mësuesit në përgjithësi, që së bashku të kontribuojmë, domethënë, që fëmijët tanë, nxënësit tanë të arrijnë majat e sukseseve. Të gjithë bashkarisht të kontribuojnë për këtë sukses. Faleminderit shumë që ma zbukuruat studion dhe ishte shumë kënaqësi që t'i ndajmë këto suksese, këto informacione me të gjithë shikuesit tanë. Faleminderit Jema. Faleminderit.